3.713.761 shqiptar do kenë të drejtën t'ju drejtojnë kutive të votimit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, 114.642 prej të cilëve do të votojnë për herë të parë. Në këto zgjedhje, lista zgjedhore përfshin 2 kategori, zgjedhësit që jetojnë në Shqipëri dhe ata që jetojnë jashtë vendit. Në total, sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ishin 245.935 shqiptar të diasporës që u regjistruan, ndërkohë që nga zarfet e dërguar u tërhoqën 227.097, ndërkaq deri në paraditën e së shtunës janë 174.488 zarfe të mbërritura në KQZ, të cilët mbajnë brenda vullnetin politik të diasporës në këto zgjedhje. Në të gjithë vendin janë 93 objekte zgjedhore ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 5.225 objekte që do shërbejnë si qendra votimi. Këto objekte do të merren në ruajtje nga policia ditën e sotme. Do të jenë 5.316 punonjës dhe automjete policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve. Qendrat e votimit hapen në orën 7 të së dielës, ndërsa procesi mbyllet në orën 19 me përjashtim të rasteve të veçanta, ku mund të merret vendim për shtyrje të kohës për të ushtruar të drejtën për të votuar. Në momentin e paraqitjes në qendrën e votimit, çdo qytetar duhet të jetë i pajisur me dokumentin e identifikimit, që mund të jetë kartë identiteti ose pasaport brenda afatit të vlefshmërisë. Mundësia e fundit për të tërhequr dokumentin e identifikimit pranë zyrave të Identitek për ata qytetarë që kanë aplikuar është ora 14:10 majit. Këto janë zgjedhjet e 11-ta në Republikën e Shqipërisë pas ardhjes së demokracisë, ndërsa në garë janë 2046 kandidat për 140 vende në parlament.